Aktivitetet e pasdites dhe mbrëmjes të ditës së shtunë në kuadër të çeljes së sezonit veror kanë startuar në Vlorë me një sfilat mode. Në plazhin e ri është zhvilluar International Fashion Week, cilësuar si java e modës, është një prej aktiviteteve të modelingut më të rëndësishëm në vend, ku kanë sfiluar model dhe modele në garë për 3 vendet e para. Prej një jurie prestigjioze të përbërë prej disa prej Miss Shqipëria të viteve të mëparshme, modele profesioniste, prezantuese, stiliste, estetiste e të tjerë, janë vlerësuar performancat më të mira. Fituesit të dalë nga ky event do të kenë mundësinë për të sfiluar në skenat më prestigjioze botërore të modës si përfaqësuese të Shqipërisë. Jemi vërtet shëndet fal mundësive që na japin, sepse nëse dikush të zgjat dorën të shpërfaqesh edhe të tregosh talentin që ke, pasionin që mbart, artin që ke brenda teje, sigurisht që do të dohesh ai që do të duar trokasin edhe do gëzosh, do frymëzosh, do jesh një shembull ose një model për dikë tjetër. Ju e zgjidhni vetë se në çfarë mënyrë ju frymëzon muzika apo si, por e sigurt është që të gjithëve ne na lën një shenjë të caktuar, një emocion të caktuar, një kujtim apo gjithçka tjetër. Dhe në fakt kjo skena International Fashion Week Albania ka shërbyer edhe si një lloj promotore talentesh që nuk vinë vetëm nga industria e modës, sepse në fund të fundit është një spektakël. Jo vetëm mod, jo vetëm sfilata, modelingu, por përgjatë eventit janë promovuar dhe artistë të rinj në këngë si dhe kërcim, duke kthyer këtë aktivitet në një fest.